Përdorimi i pornografisë si mjet për eksitim seksual është i shumt në krejt botën, edhe rrjedhimisht edhe shqiptarët nuk jesin mrapa në kuptim të kohës ose të orëve që i shpenzojnë duke pa filma me përmbajtje pornografike. Nga përvoja me klient që vinë me u konsultu, konsumimi i pornos në mesin e popullatës sonë në Kosovë është goxha i madh. Pse shfrytëzojnë ose pse konsumojnë porno janë shumë arsye. E para është që njerëzit kanë qef me u eksitue me një përmbajtje që është shumë ekscizive dhe fillimisht fillojnë me pa porno për qëllim të masturbimit, për me u eksitu gjatë masturbimit. Pastaj shohojnë porno kur nuk kanë çka bojnë, ka kohë të lirë mjaftueshëm dhe dojnë me e shpenzu kohën duke pa porno. Një pjesë e trive, fatkeqësisht që nuk kanë kujdes të duhur prindor në pajisjet që i kanë ata, fillojnë shfrytëzimin e pornos pak më herët, që është shumë e dëmshme për ta. S'duhet me harru që pornografia, veç në raste të rralla, me shumë kujdes, edhe me pëlqim të dy partnerëve, mundet me konë e dobishme. Përndryshe, shumicën e kohës, ata që konsumojnë pornografi, në vend se me përfitu diçka, veç pësojnë. Qysh pësojnë? Pësojnë shumë aspekte. Mas pari, ka shumë rrezik që me kriju vashmëri ndaj pornografisë. Vashmëria ndaj pornografisë është shumë e rëndë. Njerëzit detyrohen me i lënë punën që janë duke bërë, edhe me shku me pa porno, se e lyp organizmi. Ajo vashmëria është ndaj pornografisë sikur çdo vashmëri tjetër. Kur është shumë ekscezive, duhet me i lënë krejt punët e me shku me marrë me qatë hobby me asjelde që ka kriju vashmëri. Pastaj mundet me kone dëmshme se i prish raportet mes qifteve. Paramendoni një qift, kur njëri prej partnerëve konsumon pornografi fshehur azi, dhe ndërkohë rastësisht partneri tjetër e zbulon që ai ose ajo po shfrytëzon pornografi për me mujt me u eksitue në mënyrë që me performue seksualisht me tjetrin. Dhe të gjitha kur merren gjitha këto, pasojat e pornografisë janë shumë trona. Përveç këtyne, një pasojë që është individuale, për secilin që e përdor, është krijimi i përshtypjeve që edhe në jetën reale mundet me i praktikue ato praktika dhe ato stile që aplikohen ose që performohen në pornografi. Ajo nuk është e mundur, pornografia është film për qëllime komerciale, bëhet me artista, me regjisore, me njerëz që punojnë, prejnë, bojnë montazh të ndryshme, dhe nëse pritshmërit janë që me performue njëjtë si pornografi, zhgënjimi është i pashmangshëm. Sperma, si produkt që nxirret nga organizmi në momentin e orgazmës, ose gjatë ejakulimit, përbohet prej shumë komponentave. Vetëm 2% e saj përbohen qeliza spermatozoide që vijnë nga testikujt ose nga herdhët, ndërsa pjesa tjetër, rreth 98%, është pjesë që vjen nga prostata dhe gjandra tjera që gjenden rreth prostatës. Kjo përmbajtje e 98% përmban proteina, sheqerna, karbohidrate dhe materie tjera organike ushqyese që shërbejnë për me i majtë gjallë edhe me i rujtë spermatozoidat deri në momentin e futjes së njërit nga ta për fertilizim në qelizën vezë. Duke qenë se është shumë e pasur me këto që i tha më herët, shumë kompani farmaceutike përdorin produktet spermës në prodhimet e tyre farmaceutike. Dihet që përmbajtja e spermës me krejt ato materie që tham, shërben edhe për detoksikim të kurës, edhe për mbajtje të tonusit, e që të dyja bashk shërbejnë si mjet në preparatet kozmetike që i përdorim kundër plagjes së fytyrës. Ka shumë mite rreth spermës, ka shumë dilema se si dhe çfarë mënyre mundet me u përdor përveç spermës kur derdhet brenda një marrëdhënie seksuale e që shërben për riprodhim ose për shumëzim. Ka çifte që spermën e përdorin vetë në mënyrë natyrale, duke e hedhur në trup gjatë orgazmës ose në ejakulim dhe pastaj personi tjetër shpërndan në për trup me shpresë që kjo ka me i ba mirë në rujtjen e tonifikimit të lëkurës apo sendeve tjera. Ka shumë çifte që njëri nga ta zakonisht
partnerja vajzë ose gru, e gëlltit spermën, duke shpesu që ato materie ushqyse të spermës gjatë gëlltitjes kanë me i bo mirë. Nuk ka dhona të sakta shkencore se sa ndikon sperma që gëlltitet, sa është e suksesshme, ose sa është e efektshme në trajtim, ose në arsyetim të atij qëllimi pse dikush e gëlltit, por në i dëm nuk ka. Sperma normal, nëse s'ka në infekcion të rëndë, është shumë e pastër, është sterile, dhe përpasoj nuk duhet me lënë ndonjë efekt të padëshirueshëm. Ka persona të tjerë që janë të neveritshëm, kanë, me thonë shqip, kanë gërdin ndaj spermës dhe nuk e durojnë në asnjë pjesë tjetër të trupit përveç në vaginë. Dhe ka çifte që për shkak të këtij refuzimi të përdorimit të spermës ose të hudhjes spermës në trup, e shmangin ose evitojnë në tërësi marrëdhënie seksuale me partnerin e tyre, se ka fituar një farë besimi që domosdoshmërisht marrëdhënia seksuale duhet me përfundu me një orgazm, me një ejakulim dhe me një hudhje të spermës në trup. Partneri tjetër mundet me qenë ose kundër ose nuk i shkon, nuk është diçka një mënyrë ose një metodë e preferuar e tina për ejakulim, dhe çiftet kanë nganjëherë mosmarrëveshje si rezultat i aplikimit ose i tentimit të aplikimit të metodave të derdhjes spermës në lëkurë për qëllime terapeutike. Marrëdhëniet seksuale janë dy llojshme, janë marrëdhënie seksuale solo ose me vetveten dhe marrëdhënie seksuale të partnerizuar. Kur është fjala të marrëdhënie seksuale të partnerizuar, marrëdhënia seksuale mundet me qenë me një partner dhe ka marrëdhënie seksuale që bëhen me disa partner. Marrëdhënia seksuale me disa partner ka emërtime të ndryshme. Njihet si marrëdhënie seksuale në grup, si treshe, si katërshe, si forma të ndryshme, varësisht kush çfarë e preferon. Sa është niveli i kënaqësisë seksuale, prapë është çështje shumë personale ose individuale. Ka shumë çifte që mjaftohen me një marrëdhënie seksuale të partnerizuar mes dy partnerëve. Po disa nga ata me qëllime të shtimit të eksitimit, me qëllim të ekzibicioneve të ndryshme seksuale, me qëllim të rritjes së atraktivitetit seksual, preferojnë ose ju nështrohen e marrëdhënieve seksuale në grup. Ka raste kur njëri prej partnerëve ka dëshirë me pa partnerin ose partnerin e vet duke performuar marrëdhënie seksuale me dikon tjetër. Dhe ky e sheh, ka raste kur e incizon dhe e përdor pastaj për stimulim. Ose raste tjera kur njëri prej partnerëve konsumon marrëdhënie në tresh dhe personi tjetër masturbon gjatë asaj kohës. Ka raste kur çifte të ndryshme nëpër Evropë, edhe të na kohëve të fundit kam dëgjuar, por nuk ka dhëna të sakta, ku shkojnë enkas në naja të caktuar, në shtëpia të caktuar, 2, 3 ose 4 çifte dhe bëhen bashkë të gjitha ata sa janë 7 antar dhe konsumojnë marrëdhënie seksuale që quhet marrëdhënie seksuale grupore. Në perëndim ka vende të posaçme ku çiftet shkojnë, futen bashkë të dy partnerët në një mes ku të gjithë tjerët janë partner ose çifte të ndryshme. Dhe aty ndohen secili me secilin dhe angazhohen në një marrëdhënie seksuale kush me kë ka preferencë ose kush i pëlqen në atë mes. Edhe aty partnerët e shohin njëri tjetrin, e krijojnë një imazh ose një pamje të partnerit vetë preferum duke bërë marrëdhënie seksuale me tjetrin dhe pastaj normal e shfrytëzojnë për përfitime gjatë marrëdhënieve tyne në çift. Kjo jo gjithmonë rezulton ashtu si është qëllimi për me rritë eksitimin. Ka raste kur partnerët e detyrojnë njërin prej partnerëve me u angazhu në marrëdhënie treshe, pa dëshirën ose pa vullnetin e tij ose të saj. Dhe kjo shkakton qarje, shkakton probleme mes çifteve, po edhe të rastet kur partnerët me vetë dëshirë angazhohen marrëdhënie seksuale grupore, ka raste kur pas asaj pendohen shumë dhe ka raste kur ky pendim bëhet në problem kronik për individin që i është nënshtruar një marrëdhënie seksuale grupore dhe rrjedhimisht i prish edhe raportet në çift si rezultat i atij angazhimi ose i përfshirjes në një marrëdhënie seksuale grupore. Pra është çështje shumë personale, çështje e preferencave që kanë individ edhe çiftet ndaj marrëdhënieve seksuale në grupe më të mëdha. Nxjerrja e zërave ose lirimi i zërave në formë të ofshamave, të piskatjes, së bërtimave
gjatë marrëdhënies seksuale është shumë e zakonshme, shumë normale. Dhe pothuajse është prezente në shumicën e çifteve, për mos me thonë të gjitha. Është e dobishme për të dy partnerët. Kur njëri nga partnerët ofshon ose lëshon zona, mundet me qenë shumë eksituese për partnerin tjetër. Por kohën e njëjtë edhe për ato që lëshon zona ose që ofshon gjatë seksit, ndikojnë me e rrit eksitimin edhe e shton dozën e eksitimit në mënyrë që orgazma që pason pas këtyre zërave që lëshohen ose pas ofshonave, mundet me qenë shumë më ekstensive, më e fortë. Në praktikë ka raste kur çiftet vinë dhe ankohen, zakonisht njëra prej partnerëve, se niveli i performancës tyre seksuale ka rënë dukshëm si rezultat i mospatjes së mundësive të lëshimit të zonave, sepse bojnë seks në një ambient ku ka edhe anëtar tjerë të familjes. Frika se ka me u dëgju jashtë dhomës fjetjev, këta i bën me qenë të ngurtë, dhe fakti që ngurojnë dhe nuk mundet me lëshu zona ose me ofshon, mundet me rezultue me vështërsi ose me pamundësi të arritjes së orgazmës të njërit nga partnerëve. Kryesisht janë partnerët vajza ose gra, që për arsye të ndryshme, ose për shkaqe sociale, religjioze, familjare të ndryshme, hezitojnë me lëshu zona, edhe pse kanë dëshirë, po mungesa e edukatës seksuale, mungesa e informatave që zërat që lirohen gjatë marrëdhënies seksuale janë eksitues dhe e përmirësojnë cilësinë e marrëdhënies, ato nuk lëshojnë zona dhe i mbajnë vete ato. Si rrjedhoi partneri tjetër që ka nevojë me një ato zona ato ofshoma, mbetet mungu dhe niveli i orgazmës është më i zbehtë këtu. Në shumicën e rasteve kur partnerët nuk kanë mundësi me bë marrëdhënie seksuale të zëshme, na i udhëzojmë që ata me shfryzue sa është e mundur vikendin ose ditë të tjera të pushimit dhe me shku në një vend, në hotela, motela, apo në pushim krejt, ku ata atje, pa u pengue nga antar tjerë të familjes, pa pas frikën që dëgjohen nga dikush tjetër, bëhen persona tjerë. Atje lëshojnë zona, atje ofshojnë, atje përjetojnë orgazma intenzive, dhe kur kthehen shpe, pjesën tjetër prap e vazhdojnë me ritmin që e kanë pas përpara, dhe kështu ko pas kohë shkojnë, dalin, e kryjnë marrëdhënie seksuale sipas qefit tyne, pa frikë dhe performojnë më mirë. Ne e dim që në shoqërinë tonë ende ka shumë familje të mëdha ku janë disa antar ose disa çifte brenda një familje dhe i ndajnë muret e dhomave shumë të holla. Dhe shpeshherë si rezultat i kësaj, çiftet kanë problem në arritje të orgazmës dhe detyrohen që me lyp mundësi ose me gjetë mundësi që me u nda nga ajo bashkësi veç për shkak të performancës apo të rritjes performancës seksuale duke lëshu zona ose duke ofshon. Marrëdhëniet seksuale në mes të partnerëve të një çifti që është i konsoliduar zhvillohen në vende të ndryshme edhe në forma të ndryshme. Krejt varet kush çka preferon. Disa, për fat keq, disa, shumica e kanë bën një rutinë të bëmë seks që nuk kupton një seks në mbrëmje me drita fykun, në një organ, në dhomë ose në shtatin e njëjtë, bile edhe pozitat ose pozicionet rrallë ose asnjëherë ndrojnë. Kjo marrëdhënie e tillë rezulton ose rrezikon me kalu shpejt në monotoni. Për me shmang këtë monotoni ose kalimin e seksit në rutinë, çiftet gjejnë forma të ndryshme për me mujt me të kalu këtu. Disa preferojnë me konsumu marrëdhënie seksuale në ndosh. Uji vetvetiu, rrjedha e tij, ngrohtësia e ujit, ramja në trupin e personit që e don, mundet me qenë shumë eksituese për partnerin tjetër. Dhe shpeshherë marrëdhëniet seksuale që konsumohen në ndosh janë edhe të mira, edhe janë me orgazm intenzive. Por duhet me pas parasysh kush ose kujt i lejohet me bë marrëdhënie seksuale në ndosh, edhe çfarë pozite duhet me shfrytzu. Sepse ka raste plot në literaturë ku çiftet gjatë konsumimit marrëdhënies seksuale në dush janë lëndu, kanë pësur rendime të ndryshme, qoftë duke rrëshqit në ujin që ka dalë, apo duke tentu që njëri partner me e marrë tjetrin dhe me e qu nga toka dhe si rezultat kanë rrëshqit ose kanë rarë në ndush dhe kanë pësur rendime ose në kokë ose në pjesë tjera duke mundue me konsumu marrëdhënie seksuale gjoja se më intenzive për me marrë kënaqësi më shumë. Prandaj
i këshilloj çiftet që preferojnë me bë marrëdhënie seksuale në dush, që me i pas parasysh të gjitha këto dhe me përgatit pak dushin edhe me u përgatit vetë që jo secili pozicion është i pavarshëm nëse dojë me kry marrëdhënie seksuale në dush. Një formë tjetër ose një pjesë tjetër e çifteve preferojnë me kry marrëdhënie seksuale me dritë ndezun, disa të tjerë me dritë fikun. Të dyja i kanë përparësitë e veta. Ka raste kur njëri nga partnerët ka defekte trupore. Defekte që nuk ka qef me ju ekspozu. Dhe momentin kur e din që po bën marrëdhënie seksuale në dritë dhe defekti i saj ose i tij po i del përpara partnerit tjetër, ka raste kur tërhiqet dhe e ka problem me përfundu marrëdhënie seksuale. Ndërsa çifte të tjera, duke i ditë karakteristikat e saj trupore, hiret që i ka qef me i ekspozu ato dhe me bot qasme edhe për partnerin dhe preferojnë kryen e marrëdhënie seksuale në një dritë që e bën të dukshme edhe trupin e saj edhe trupin e partnerit. Eksitimet që vinë gjatë marrëdhënies seksuale janë të lloj-llojshme. Dikush eksitohet përmes veshjeve, pra që thamë më herët me duke dëgjuar piskoma, ofshama ose zëra, dikush tjetër e ka të domosdoshme me u eksitu përmes qisës së të pomorit. Para mendoni një person të tillë që i nevojitet domosdoshmërisht të pomorit si eksitim, me detyru me bë marrëdhënie seksuale në terr ose me dritë fikun. Më njëherë bjen niveli i eksitimit edhe bjen cilësia e kryerjes marrëdhënieve seksuale. Prandaj çiftet duhet vetë me gjetë mënyrën, me gjetë vendin edhe me gjetë kohën se si dhe çka është e përshtatshme për ta. Mund ndodhë që njëri prej partnerëve shpeshherë ka raste kur duhet me ndru partnerin dhe nëse i ka ato pritshmëritë që me secilin partner duhet me bë marrëdhënie seksuale të njëjtë, mundet me u zhgënjy sepse ndodh që partneri tjetër ka preferencë tjetër nga ai ose ajo që ka pas më herët. Marrëdhëniet seksuale me partnerin janë marrëdhënie që bëhen mes dy partnerëve që kërkojnë eksplorim edhe njohje edhe të trupave të njëri tjetrit. Është e mirë, është e preferueshme që çiftet me e njoft në detaje trupin e njëri tjetrit. Qysh arrihet kjo? Duke e zgjat paralojen, duke u mundue që në atë paralojen e tyne me e prek njëri tjetrin. Ne i udhëzojmë që partnerët në raste të caktuara ose në fillim të lidhjes së tyre me i bodo teknika të ushqimeve që quhen teknika të fokusimit në ndjenja dhe në ato momente ne biles partnerëve fillimisht ju ndalojmë konsumimin e marrëdhënies seksuale në mënyrë që ata me orientuar veç në ndjenja që i krijojnë gjatë prekjes së njëri tjetrit. Dhe në këto raste të dy partnerët kanë mundësi me zbuluar zonat erogjene të njëri tjetrit. Është krejt ndryshe kur dikush e din se ku duhet me u prek partneri, cila është zonë erogjene që eksiton më shumë, sikurse që duhet me ditë cilat janë pjesë që e bojnë një neveri ose e pengojnë dikon në marrëdhënie seksuale. Njëjtë, çysh është më rëndësi me ditë ku ka qef me u prek dikush, është mirë me ditë ku nuk duhet me u prek. Ka raste kur një lëvizje e pa kontrolluar gjatë marrëdhënies seksuale ose një prekje e pa kontrolluar njëri nga partnerëve rezulton me humbje dëshirës apo me evitim të përjetimit të orgazmës si rezultat i prekjes në një pjesë trupit që ai ose ajo nuk e ka të preferuar. Zonat erogjene janë të ndryshme, përndohen dy grupe të mëdha, zonat erogjene parsore dhe zonat erogjene dytësore. Zonat erogjene parsore i dim të gjithë që ato janë kryesisht organet seksuale të dy partnerëve, ndërsa zonat erogjene dytësore janë këto që duhet me u zbulue dhe janë të ndryshme. Kanë dallime, pra variojnë prej personi në person. Zona erogjene ka prej lëkurës së kokës deri te gishtrit. Kudo në për trup ka zona erogjene që duhet me i eksplorue, me i gjetë edhe me i etiketue çiftet mes veti. Fërkimi apo ledhatimi apo prekja e lëkurës së flokëve për qëllim të eksitimit seksual quhet miklim. Fjala miklim është fjalë shumë unike, që në gjuhën shqipe nuk kupton stimulim i lëkurës së flokëve për qëllime seksuale, ka plot gjuhë botës që se kanë fare këtë shprehje, këtë fjalë miklim. Pra prej miklimi deri te gishti i vogël atje, kudo në për trup ka zona që duhet me zbulu. Nëse për dikon prekja e
një pjesë të shpinës, për shembull, nuk ka asnjë rëndësi, ka raste kur për personin tjetër ajo pjesë është zonë erogjene e tij ose e saj. Pra çiftet duhet të eksploru, me bo paralojnë e gjatë, me prekje, me qëllim të eksplorimit zonave erogjene. Pastaj zonat erogjene dinë me ndru gjatë jetës, ka pjesë kur një pjesë e caktuar e trupit ka shërbyje si zonë erogjene ose për eksitim, ndërsa me kalimin e kohës nuk është, e hup ndjeshmërinë dhe duhet me kërkuar cila është pjesa tjetër që e zaventon, nëse jo zavencim bile me shmang atë pjesë që deri vonë ka qenë zonë erogjene dhe tash mundet me u shndrua në një pjesë neveritshme ose që e pengon marrëdhënien seksuale. Marrëdhëniet seksuale vetvetiu janë pra një kompleks i veprimeve që kryen nga të dy partnerët. Fjala marrëdhënie është me marr edhe me jap. Nëse njëri partner pretendon që veç duke marr është i përshtatshëm për partnerin tjetër, e ka gabim. Dhe marrëdhëniet seksuale në bazë të këtyre raporteve të marrjes dhe të japjes dinë me kon marrëdhënie të buta që i përshkruan një erotik e tillë që lejon lëvizje të lehta, lëvizje të kënaqshme, pa u stërmundue asnjëri prej partnerëve, pa u angazhuar shumë, me një fjalë pa vlerësit, po duke u koncentrue në ato pjesë që i eksitojnë më shumë, duke u koncentruar në erotik, duke folë fjalë përkthelse, duke bërë lëvizje të ngadalshme, duke u përshtat njëri me tjetrin dhe e konsumojnë krejt aktin seksual në atë fokusimin e tyre në erotikën e tyre për me mujt me dalë një rezultat i një orgazme të përbashkët. Për dallim për kësaj, ka çifte që kërkojnë marrëdhënie seksuale më të ashpra. Pse bëhet kjo? Sepse niveli i eksitimit të disa nuk mjafton veç me prekje ose veç me fjalë. Ka raste kur çiftet nuk munden me kalu në orgazm njëri prej partnerëve nëse partneri tjetër nuk është i vrasht. I vrasht në kuptim të ndërmarrjes së veprimeve gjatë marrëdhënies seksuale që janë të tilla që i mundsojnë partnerit tjetër me u kënaqë, po domosdoshmërisht pa shkaktuar lëndime. Nuk kupton që marrëdhënia seksuale e vrasht lejon edhe shkaktimin e lëndimeve të partnerit tjetër, por gjithsesi është e nevojshme që përpara se me u angazhu në një marrëdhënie seksuale pak më të vrasht, me marr pëlqimin e partnerit tjetër. Ose në raste të veçanta kur partneri vet fillimisht e inicon ose kërkon veprime që janë pak më të ashpra, edhe sepse i nevojitet për me kaluar në orgazm, atëherë nuk ka nevojë për pëlqim, po partneri tjetër angazhohet dhe e din çka duhet me bëj, cili është ai veprim i vrasht. Veprimi i vrasht nuk kupton kur njëri prej partnerëve kërkon me urrë me kamxhik për shembull. Kur ti partner kërkon me e vendosë në një pozitë që është goxha vështirë me mbajt, po i nevojitet. Kur ka raste kur partnerët kërkojnë ose eksitohen kur i shtrëngojmë fyt. Dhe ka raste si rezultat i këtij shtrëngimi, sepse ai nuk kalon ose ajo në orgazm pa shtrënguar fyt, kanë përfunduar edhe me fatalitet. Pra e kanë mbyt krejt personin tjetër duke tentuar me i bë marrëdhënie seksale me këtë vrasësinë e shtrëngimit të fyt për me mrit orgazmin. Prandaj ashpërsia gjithmonë duhet me qenë e kujdesshme, me pëlqim të dy partnerëve dhe me e rujt gjithmonë atë dozën apo me ditë ku është kufiri mes marrëdhënies seksale të vrasht pa u lënduar dhe marrëdhënies seksale të vrasht që rrezikon me lënduar ose me mbyt partnerin tjetër gjatë aktit seksual. Të seksi në një marrëdhënie është thelbi, është themeli i maspari i lidhjes, i krijimit të marrëdhënie dhe pastaj i mbajtjes së asaj marrëdhënie në kushte të shëndosha. Nuk ka marrëdhënie seksuale që nuk e përmirëson jetën në çift ose nuk e përmirëson jetën e partnerëve. Çiftet në kohën tashme që po jetojmë kanë raste të ndryshme të angazhimeve në jetën e tyre të përditshme. Dhe stresi që marrin gjatë punës, ngarkesat në punë, të gjitha këto lën pasoja të rënda, pasoja që shpijnë shpeshherë në humbje të dëshirës për seks. Dhe nëse të gjitha këto rezultojnë me ulje të shpeshësisë apo me marrëdhënie seksuale të rralla, munden me quhen në zbeje apo në ftofje të raporteve mes dy partnerëve
e që për pasojë mundet me rezultu edhe me ndarje. Marrëdhënia seksuale është shumë e rëndësishme sepse e mban gjallë lidhjen, e mban gjallë martesën dhe si e tillë duhet me qenë e lloj-llojshme. Momenti kur marrëdhënia seksuale bëhet e njëtrajtshme, bëhet në kohë caktuar, bëhet në vend caktuar, kalon monotoni dhe çiftet e shmongin. Dhe si rezultat i kësajna, shpeshherë çiftet ftofen, kalojnë janë në depresion. Pastaj ka raste kur partnerët kanë prishmëri të ndryshme në marrëdhënie seksuale, ka raste kur njëri prej partnerëve ka dëshirë me pas marrëdhënie seksuale 2 herë brenda natës, ose disa herë brenda javës, kurse partneri tjetër mjaftohet me një marrëdhënie seksuale 1 herë në muaj ose 1 herë në javë. Dhe çiftet pas konsumimit të terapisë, e cila nuk rezulton me përmirësim apo me parafrim të dëshirave tyne në kuptim të frekuencës marrëdhënieve seksuale, shpesh edhe divorcohen, si rezultat i mospërputhjes në seksin që ata e përformojnë si çifte. Sa është e rëndësishme marrëdhënia seksuale, flasin dhënat shkencore që tregojnë se çiftet që përformojnë marrëdhënie seksuale të shpeshta, të kënaqshme dhe të dëshirueshme, e kanë jetën shumë më të kënaqshme dhe cilësia e raporteve të tyre është shumë e shëndosh. Kur ka marrëdhënie seksuale të shpeshta dhe të kënaqshme, rritet niveli i kënaqësisë së të dy partnerëve dhe njëkohësisht rritet niveli i besimit të partnerit në partnerin tjetër. Shmangja e marrëdhënieve seksuale detyrimisht e çon personin tjetër me mendue që mos po e shmang se ka një lidhje ose një afër tjetër, ose unë nuk jam mjaftueshëm atraktiv ose atraktive për me tërheq personin tjetër që me konsumu marrëdhënie seksuale më shpesh dhe më mirë brenda atij çifti. Marrëdhëniet seksuale mes dy partnerëve kryesisht bëhen në mbrëmje. Pse bëhen mbrëmje? Vetë nata, nevoja me shku shtrat, përfundimi i rutinës së ditëve, përfundimi i punëve që i kanë pas, i bën çiftet me u afrue edhe me u bogati për me u fut në ciklin e natës dhe si rezultat i kësaj vetë parafrimi tyne në një shtrat. Fjetja të ngjitur njëri me tjetrin e rrit dëshirën për marrëdhënie seksuale. Në anën tjetër, shumica e çifteve e konceptojnë mënyrën e tyre të bëmit seks brenda një martese në mbrëmje, për arsye të ndryshme, sociale, fetare, kulturore e arsye tjera, por përveç kësaj ka çifte që eksperimentojnë dhe kryjnë marrëdhënie seksuale dhe jashtë kësaj rutine të natës. Marrëdhënia seksuale në mëngjes për shumicën e çifteve është shumë e mirë, është më e përshtatshme sepse ka shumë faktorë që e rrisin kënaqëmërinë kur një marrëdhënie seksuale kryhet mëngjes. Pse? Mbrëmja din me qenë e lodhshme, shpesh herë për partnerët ose për njërin nga ata. Dhe angazhimin në marrëdhënie seksuale kur jeni shumë i lodhur. Angazhimin në marrëdhënie seksuale kur keni konsumuar darkë të bollshme është e mundimshme dhe është më pak e preferueshme. Prandaj këtyre çifteve ju rekomandojmë që marrëdhëniet seksuale me i konsumu në mëngjes. Mëngjesi është një kohë ose një moment kur të dy çiftet i kanë konsumuar të tyne të gjumit, i kanë lënë mrapa problemet që tyne që i kanë pas ditore, nuk ja kanë filluar ende ditën me problemet e ditës dhe një marrëdhënie seksuale e tillë në mëngjes për shumicën është e preferueshme dhe performanca shumë e mirë. Ka çifte që në asnjë mënyrë nuk mundën me konsumu marrëdhënie seksuale në mëngjes. Për shumë arsye. Ka raste kur njëri nga ata e preferon gjumën e mëngjesit më shumë se gjithçka. Dhe thotë nuk e prishi atë shijen ose lezetin e mëngjesit as për seks. Në mesditë janë më të rralla marrëdhëniet seksuale, sidomos kur çiftet janë të angazhuar me aktivitete ditore. Por në mesditë është interesant që marrëdhëniet seksuale konsumojnë personat që kanë afera ose që kanë lidhje jashtëmartësore, sepse është dita kur ata e kanë më të lehtë me ju shmong kontrollit partnerit, duke pretenduar se ose është duke kryer një punë, ose është duke bërë punë tjera që janë të përditshme ditore dhe ajo mesdita pra është momenti kur mundet me u shmong pak
me gjetë gjysmore një orë dhe me konsumu marrëdhënie që janë jashtë martësore. Pra, varësisht kush, kur dhe cilat janë arsye pse bojnë seks, e kanë të preferuar edhe pjesën e ditës kur ata i konsumojnë këto. Sidoqoftë, është më rëndësi që kurdo që konsumohet marrëdhënia seksuale, me qenë e mirë edhe pëlqyeshme dhe me qenë e përshtatshme për të dy partnerët. Përdorimi i lodrave seksuale është kohëve të fundit shumë i shpeshtë. Në pjesët e Evropës dhe në pjesët tjera të botës, kjo praktikë ka filluar më herët. Te na, në Shqipëri dhe në Kosovë, është pak më e re si dukuri. Jo pse çiftet nuk kanë nevojë ose nuk kanë dëshirë, po mundësia e qasjes apo mundësia e blerjes së këtyre produkteve ka qenë më e vogël. Tash ka shitore që shesin lodra seksi edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, edhe në Shkup, dhe mundësia e sigurimit tyne edhe përmes rrjeteve online është më e madhe dhe i përdorin çiftet. Kush i përdor në çift më shumë, normal janë vajzat dhe gratë. Ato përdorin vibrator për qëllime të ndryshme. Disa prej tyre përdorin vibrator se s'kan partner. Ka qenë në një lidhje e cila është përfunduar për arsye të ndryshme. Dikujt i ka vdek partneri, dikush është nda me partnerin dhe për mos me met mongo përfitimeve që sjell orgazma, këto angazhohet marrëdhënie seksuale duke përdor lodra seksi. Lodrat e seksit janë të ndryshme, janë vibrator, janë dildo, janë pjesë që futen brenda në vaginë, janë pjesë që e stimulojnë klitorisin, ka shumë nga ato. Përdorimi i tyre në kushte dhe në mënyrë siç përshkruhet në produkt ose nga profesionisti është krejt i padomshëm. Ka raste kur i përdorin pa ndonjë informat paraprake, pa konsultu me një profesionist ose pa i marrë me lexue ato specifikime teknike të asoj lodre dhe mënyrës përdorimit, ka raste kur ata ose ato që i përdorin edhe lëndohen. Prandaj, kur e zgjedhni një lodër seksuale, duhet me pas kujdes, a është e përshtatshme për juve, a ju përshtatet qëllimit që ju e keni, dhe me udhëzue nga profesionisti se si duhet me u përdor. Nuk përdoren njëjtë vibrator që shërbejnë për me u eksitue përmes vaginës, me ata që shërbejnë për me përjetue eksitim ose me i përdor si mjet për me përformue seks anal. Pra duhet me ditë që njëri është për diçka, tjetri është për tjetrën dhe nuk është e dëmshme me i përdor pa u lëndue. Nuk është e dëmshme me i përdor pa pas qëllimin me e zavendësue ose me shmang partnerin. Pra të gjitha rastet kur ka nevojë, çiftet që janë mirë të konsoliduar i bojnë dhurat njëri tjetrit lodra seksuale në festa të ndryshme, në ditëlindje, në 8 mars apo në raste tjera, dhe pastaj ato lodra i përdorin bashkarisht. Pra e rrisin atë asortimentin e tyre të performancës seksuale, duke i fut në përdorim edhe lodrat seksuale. Partnerët djem dhe burra nuk duhet me pas frikë asnjëherë nëse partneri atyne përdor vibrator ose përdor lodra tjera seksuale. Duhet me ditë me pas parasysh që vibratori nuk është konkurrent i tyne. Vibratori është një mjet që i zavendëson këta në momente caktuara, ose kur mungojnë, janë në angazhime të punës apo angazhime tjera larg familjes, ose në raste kur dojnë vetë me pajtim të dy palëve me e rrit eksitimin dhe i përdorin bashkarisht duke bol lojna, duke u kënaqur me efektin e tyne dhe duke i përdor pa e pas qëllimin me lëndu njëri tjetrin ose pa e pas qëllimin që me shmang partnerin tjetër. Konsumimi i marrëdhënieve seksuale sjell përfitime të shumta, të lloj-llojshme, duke filluar nga rritja e vetbesimit, duke përfituar nga lirimi i hormoneve dhe neurotransmiterëve të tjerë që lirohen gjatë orgazmës, duke e rrit afërsinë ose duke e rrit mirëqenien që dikush i përket dikujna, ose dikush është i dikujt ose e dikujt, dhe gjitha këto përfitime mundet me ndodhë që për rastet caktuar, në momentet caktuar, për arsye të ndryshme, me i humbë nganjëherë. Dhe rastet kur njëri prej partnerëve zhduket në forma të ndryshme, ndahen, shkon në punë jashtë dikon, o thon larg, vdes,
e humb krejt, mundet me rezultue me evitim apo me shmangje të marrëdhënieve seksuale prej partnerit tjetër. Zakonisht janë vajzat ose gratë që vujnë më shumë dhe momenti kur ato e humbin partnerin për një prej këtyre arsyeave që i përmendëm, e shmangin edhe marrëdhënien seksuale. Shmangja e marrëdhënieve seksuale i lën ato pa ato përfitime që i përmendëm më herët. Nivelin e stresit nuk kanë me çka me zbut. Pa gjumësinë eventuale nuk kanë me çka me e mjeku. S'ka orgazm, nuk ka marrëdhënie seksuale, nuk ka intimitet, nuk e ka dikon afër. Lirimin e hormoneve të kënaqësisë e kanë më të mungut. Si rezultat të këtyre, ato vajza me raste din ose gra din me bo më agresive, me e hub vetbesimin, me e hub koncentrimin dhe mos me qenë afta as me kry punë të tyre ditore si rezultat i mungesës së marrëdhënieve seksuale. Në këto raste i këshillojmë partnerët, sidomos partnerët vajza dhe gra, që në momenti që e kanë hub partnerët për arsye të ndryshme, nuk është fundi i botës. Nëse dhe bashkë nuk munden me gjetë me njerë një partner tjetër me zavensu, me përdor forma tjera të marrëdhënieve seksuale solla, e që janë masturbimi apo forma të ndryshme të kënaqësisë, qoftë edhe duke përdorur lodra seksuale. Pra mos me lënë veten pa përjetuar orgazm dhe pa i shfrytzuar përfitimet që i sjell një orgazm. Pra marrëdhënie seksuale të partnerizuara që ndërpriten për arsye të ndryshme munden lehtësisht me u zavensu me marrëdhënie seksuale solla për me mujt me i mbri përfitimet që i përmendëm më herët. Shmangja për një kohë gjatë shkakton probleme të ndryshme, edhe psiqike, edhe mendore, edhe organike besa. Është një postulat në mjekësi që thot organet që nuk përdoren stërkeqen ose atrofohen dhe mos konsumimi i marrëdhënieve seksuale është edhe një prej shkaktarëve që mundet me çunë stërkeqe apo në atrofi të organeve seksuale të vajzave apo të grave. Marrëdhëniet seksuale të vrashta shpeshherë janë edhe marrëdhënie seksuale solo ose me vetveten. Ka raste në literaturë kur tregohet që persona të caktuar nuk munden me u masturbue pa e vendosur një lak në fyt. Lak që e shtrengon dhe e eksiton në tejmose ato. Por ka ndodhur kur aksidentalisht niveli i orgazmit ka qenë aq intensiv dhe persona i ka shtrënguar lakun deri në atmos sa ka humbur vetdijen dhe është mbyt, është ngolfat duke masturbuar.